الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأما بعد فيا عباد الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Gjematin nderueshëm, lavdia, adhurimi, pushteti absolut i takon vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Përshëndetjet, selamet më të sinqerta ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, duke lutë Allahun dhul xhelal në këtë ditë të madhe që është bajram i javës, dita e Xuma, ditë shumë me vlerë që përveç njeriut që është i pakujdesshëm, krejt krijesat trishtohen para madhrisë Allahut. Kur vjen dita e Xuma, mendojnë se do të marrë fund kjo botë. Sido që të jetë, ne e lusim Allahun dhul xhelal që mas këtij ajetit madh në surën Fussilet, që Allahu dhul xhelal na e tërheq vërejtjen duke thënë se nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ila akhiril aye. Ne thot njeriut do t'ja bojmë të qartë argumentet t'i shoh në vetvete, t'i shoh në horizont, në tokë, në ditë, kudo, po këtu janë të përmend vetvetja e juan edhe horizonti, hapësira. Njërë kur njeriu të bindet se Kurani është udhëzim i Allahut dhul xhelal. Në fund Allahu dhul xhelal thot ennehu bi rabbike ennehu ala kulli shay'in shahid. A nuk mjafton, pra nuk është mjaft që Allahu dhul xhelal është dëshmitar për çdo gjë që ju do të veproni. Gjematin nderueshëm, ne Xumën e kalume folëm vetëm pak për shkak se ishte edhe festa e Kurban Bajramit, edhe të Xumën normal ju ishet pak më të lodh për shkak të vizitave, prerja e kurbanit edhe kështu me radhë, me thonë ishte një ditë e angazhume. E kemi zgjedh këtë ajet posaçërisht që ta këshillojmë vetveten, t'ju këshillojmë juve, edhe krejt njerëzit kudo në botë që sot janë 7 miliard, e kanë detyrë që ta shohin vetveten edhe të mendojnë. E ka për detyrë të shoh natyrën, tokën që ai e shkel edhe të mendojnë. E ka njeriu për detyrë të shoh në det krijesat që i ka falë Allahu dhul xhelal, të shoh në horizont qiellin e zbukuru dhe në fund kush mendon që ne t'i thomi elhamdulillah, falenderit, vetëm Allah. Pra falenderit do ki thot njeriut për krejt këtë krijim, krejt këtë kreatur, krejt ta zbukurime, krejt kjo që e shef njeriu është e nënshtrume për neje. Pra vetëm Allahu meriton që t'i bësh adhurim, t'i bësh ibadet. Shpesh herë xhamat ne nga pakujdesi, ne disa xhumaja kemi fol për mrekullit që i ka njeriu. Nëse nesim ne t'i numërojmë, ata janë me mia. Pra, le t'jetë sistemi i kompliku, sistemi ma i ndërliku që ne e kemi në kupolën ma të bukur, prej sendeve të rumbullakta në këtë botë, gjë ma e dashme kja Allahu dhul xhelal është koka e njeriut. Pa kryti juën që i bi në sejdë Allahu dhul xhelal. Aty Zoti na e ka falë të ronin që janë disa miliarda stacione. Ulemat ose në mjeksi kanë thonë diku janë 86 miliard stacione që ata lidhen plus me ka 10 miliard qendra tjera. Si do qoftë, ne kjo nuk është foshe juën, kjo është e mjekësisë, po ne nuk spjegojmë mjeksi para jush, si që tam para një 2 gjumajave 3 nëse nuk gaboj, ne mundohemi para jush
me spjegu mrekullitë e Kur'anit, jo mjekësi, jo astronomi, po astrobesimin. Të shtej, me të drejtë ju mund thoni, po o gjo, ne e vim be ke gjamaja, elhamdulillah, këto vim ne e besujmë Allahun, për ne vim, po xhamat, po qëllimi i juën është që ne ta rresim imanin. Njerëzit ta këshilloj unë veten e juaj, pastaj edhe juve që ne gradualisht, në mënyrë graduale, në mënyrë permanente, ta rresim besimin, që të jemi të përgatitur. Pra, me këta ajete, kur t'i dim ne dhe kur të njoftohemi se Allahu Dhul Gjelal ka thonë se nurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Thot ne me këtë Kur'an, me këtë shpallje, do të va mundësuem që ju t'i shifni argumentet në horizont, në vetveten e juaj dhe të bindet njeriu se kjo libri i Allahut nuk është punë e njeriut. Pra kjo nuk ka vepër njerëzore, po është fjalë e Allahut Dhul Gjelal që te e fal gjumon edhe lexon nga ky libër. Te agjinon Ramazanin me urdhën të këtij libri. Shkon në haxh, që të shte haxhit mo i kanë përfundu ritualet në Mekë, në qytetin e Mekës, ata duhet shkojnë stash në Medinë, këta tjonit, varësisht prej agjendës se si është e buame, disa shkojnë direkt në Medinë, disa në Mekë edhe kështu me radhë, sidoqoftë ata ma kanë përfundu me ritual. Po, ka urdhënu Allahu Dhul Gjelal në Kur'an. Me e preja një kurban është urdhën i Allahu Dhul Gjelal. Mirë po, kur jemi këto xhamat, unë du të ndaj një mendim me ju edhe besoj se është realitet që ne e presim një kurban, po vallë a menduajmë në jetën e juën të përditshme që për herë të sakrifikuem për Allahun Dhul Gjelal. Që shkërkohet nga njeriu që ai të sakrifikojnë? Në numër 1, ai duhet të sakrifikojnë vetveten. Pse? Se këtë që e kimi ne është pronë e Allahut Dhul Gjelal. Ai duhet të sakrifikojnë nga koha e vete për t'i bue ibadet Zotit. Se shpesh herë neve në të kalumen na i kanë mail një bot kuptim gabim edhe thomi, po nuk kum koha. Me i thonë njëreut, grën ju falu. Thot, unë nuk kum koha. Jo, kohës është reale me i thonë se të shte do t'i boj ibadet Zotit. Paramendoni vetëm në sabah, që ne e falim sabafin, përveç që ne e krym një adhurim ndaj Zotit, vejet ajri, më thënë, ajo periud është shumë e shnetshme për trupin e njeriut. Edhe pse sot njerëzit apin pare për të shku në det, ai e pare për të shku dikun qëtër vend bën pushime, haron i shkreti se sa mirësi i ka falë Allahu Dhul Gjelal. Po këta, kur t'i shfrytzuem, t'i thomi elhamdulillah vetëm Allahu Dhul Gjelal. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله على الإسلام الحمد لله على الإيمان الحمد لله على القرآن الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات والرفيع والبعث مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وبحرمة قراءة الختم القرآن العظيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخل الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلو بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Gjemaat, para se ta falim namazin, kemi disa lajmërime për ju që, elhamdulillah, kurbanat e gjallë që janë bo pagesa në miftinit, pra mishi është shprënda para disa ditve në disa familje, ashtu si që shumë njërës kanë organizu ose familjarisht ose në shoqëri për të preje kafshë dhe për të da, me thonë mishin, njashtu edhe bashësia fetare islame që ka marrë përgjegjësi për këtë, ai emanet është kry, elhamdulillah. Kretë atë që kemi buën gjatë kësaj feste, gjatë kësaj këtine momenteve që janë momente sakrifice, momente flijimi, ne e lusim Allahu Dhul Gjelal që ai ta pranojnë nga ne duke pas për qëllim ajetin që Allahu thot namazi, kur ta boni thuni për namazin, thuni për jetën, thuni për vdekjen, thuni për kurbanin, se krejt këta janë vetëm për Allahun Dhul Gjelal. Ne e lusim Zotin që krejt ibadetet t'jenë vetëm në emrin e Allahu që ai t'i pranoj. Ju lutem, hecni ma para se haxhiu na ka vonë kamerën të Zoti është përbleft, po nuk do në thotë që mos e mushim safin. Keni vend, hecni ma para. Allahu është përbleft, edhe inshallah vitin e ardhshëm festat i mrejmë sa ma mirë. Dhash Zoti i plot fuqishëm, ashtu si që janë marrë qëndrimin nga gjithë bota që të shkohet në Gaza, në vendin ku bëhet masakra në botë, pra disa muslimon nga shumë shtete, sidomos nga Holanda, nga Algjeria, edhe shtetet të tjera, elhamdulillah, është marrë një iniciativë botërore që të rizgjohet njeriu që të nalet ajo luftë në atë vend. Dhash Zoti sa më shpejt të përfundojnë edhe e lusim Allahu Dhul Gjelal ndihmat për ata njerëz të arrijnë sa më shpejt, për shkak se diku 82 ditë
ata janë pa ndihma. Pra kjo fatkeqësi e madhe në botë, që vllazërit e juën, fëmijët e juën, nanat e juana, mesin pa ushqim, do me thonë mbi 80 ditë. Sidoqoftë ne lutim Allahu në këtë ditë të xumës, Allahu e shpëtoft Gazën, e shpëtoft Palestinën, se ajo vendi i tretë i shenjtë që zije vend në zemrën e një muslimani. Edhe njëherë e lutim Allahun t'i pranojë krejt adhurimet. Lillahi al-Fatiha.